E para më lejoj që të shpreh ngushëllimin e familjes, kolegëve, mikëve, socialistëve dhe sigurisht që Nano është shumë dimensional për të bërë një vlerësim për të gjithë kontributet e tija pozitive, duke filluar me atë që ju theksuar që sfida më e madhe e tranzicionit shqiptar ishte riorganizimi, orientimi edhe antarësimi i ish partisë së punës në një parti social-demokrate me të majtën evropiane, e cila do të bishte një faktor thelbësor në tranzicionin shqiptar, gjë që e tregon edhe periudhat e qeverisjes të vendit. Tragëdia më e madhe që do të lënë Nano pas është pikërisht modernizimi i Partisë Socialiste, jo vetëm duke riorientuar në të majtën evropiane, por duke krijuar modelin e një force politike e cila kishte demokraci të brendshme. Vitet do kalojnë, Nano do ketë vendin e tij në historinë e tranzicionit shqiptar, por referenca më e madhe dhe më pozitive që do përdoret ndaj zhvillimeve politike edhe në dekadat e ardhshme, do të jetë modeli i një partie politike me demokraci të brendshme. E dyta, në gjithë aktivitetin e tij politik dhe nga provoja që unë kam pasur, Nano, duke qenë njëri i ditur, erudit, një me një shpirt liberal, në thelb demokrat, krijoi një paqe sociale në Shqipëri pas vitit 97. Deri në vitin dhe ky është kontributi i dytë më i madh që Nano ka dhënë për politikën shqiptare. Rasti i parë i këtij angazhimi për paqen sociale ishte viti 1997, kur pasi erdhi në pushtet si kryeministri i Shqipërisë, ai nuk i përdori vuajtjet e tija pragmare politike, por ishte i angazhuar për të ulur tensionet politike, sepse vendi ishte në prag të një kolapsi ekonomik, por gjithashtu ishte edhe me tensione të mëdha sociale, të cilat rrezikoheshin që nëse nuk menaxhoheshin me maturi dhe me një këndvështrim pozitiv për ta zbutur deri në konflikte sociale. Kështu që edhe ky është një kontribut i jashtëzakonshëm. Pra ndikoi, le të themi, rikuperimi i këtij viti që e gjeti, sikundër ju e thatë, Shqipërinë të shkatruar, ndikoi si Nano formimi ekonomik apo Nano si politikan? Aty bashkohen të dyja, po për mua më e rëndësishme është vlerat njerëzore që ai kishte për të krijuar një ekip, për ta suportuar, për të deleguar. Fakti që ishte një ekonomist i mirë studiuar, sepse kishte pasur gjithmonë akses në literaturën ndërkombëtare, kishte pasur dhe vizita studimore për të parë modelin e vendeve të tjera, e kishte ndihmuar që të ishte i qartë, dhe Nano ishte i qartë në atë që kishte nevojë ekonomia shqiptare. Por këto harmonizoheshin të dyja. Pa një paqe sociale nuk mund kishte një rendiment